Biznesi fason konsiderohet një nga sektorët më fitimprurës në vendet ku niveli i jetesës dhe pagat janë relativisht të ulëta, kostot e fuqisë punëtore janë më të reduktuara dhe marzhi i fitimit më i madh. Një nga këto vende është edhe Shqipëria, ku kjo industri ka një rol të rëndësishëm në ekonomi. Por jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu siç duhet, dhe ata që vuajnë në kurriz janë gjithmonë punëtorët e këtyre bizneseve. Nuk i kërkojmë asnjë gjë tjetër. Lekun ton, djersën ton po kërkojmë. Kemi punuar me orë të zgjatura, kemi punuar, e të dielave kemi vajtur në punë. Si ka dashur ai, do vinë në punë, do vim se duhet puna, kemi vajtur. Si kemi thënë asnjëherë jo. Edhe ai tani të na mbaj lekun ton, nuk bëhet kjo. Është djersa jon. Jemi në Durrës, aty ku 10 punonjës fasonerie të kompanisë SC Invest, degë shoqërisë italiane Denim Factory, kanë braktisur punë dhe po protestojnë për pagat e prapambetura, ndërkohë që 10 të tjerë, në të njëjtën situatë me ta, kanë preferuar të vjojnë punën në fabrikë në pritje të një përgjigjeje nga pronari. E ka bërë pagesën deri në dhjetor. Në janarin nuk e ka bërë pagesën. Na ka thënë që shkoni ku doni, boni çdo lloj ankese, çdo gjë të mundshme. Nga unë nuk keni asnjë lloj pagese. Gjëja ja e thajnë italianit. Italiani thotë unë lekët ja kam dhënë atit. Ai thotë s'mi ka dhënë, domethënë duan kanë leverdinë e vet, ç'a leku duan nuk e dimne. Po të paktën lekët tona që kemi punuar. Na sorollat si do shefi atit. Gjithë gushti, edhe gjithë janarit unë i bija aty te 1 milion lek që kam për të marrë. Ti mbledh të gjitha na gushti, na pak që mi ka mbajtur. Lekët i keni marrë në dorë? Em në dorë, em në bank. Po siguracionet ja u ka paguar? Sa i ka paguar, sa si paguar. Nuk i kemi domethënë të plota. Kur i donte qefi na ishte në siguracione, do ja u pagojmë më mbrapa tha. As më mbrapa as një gjë. Ai kena marrë lekët të dorë pa sigurime. Lekët ca në dorë e ca në bank. Një praktik tashmë e njohur në Shqipëri, ndërsa siguracionet nuk shihen më si një detyrim ligjor, por si një drejtë ekskluzive e pronarëve që i paguajnë sa herë që kanë kohë dhe mundësi. 850 ka mundë se këto kanë punuar tetor, unë nuk kam punuar se pa ta lënë për momentin. Kërkojmë lekët tona. I duam të gjitha as 50 lekë nuk i falim. Punën e donte ai, ne ja nxirrnim punën. Që kështu edhe ai të na japin lekun ton, nuk i kërkojmë asnjë gjë tjetër. Lek djersë dhe gjaku një punë sfilitse, e cila në fund nuk paguhet. Është ora 4 e pasdites dhe në momentin që punëtorët e fabrikës dalin nga puna, bashkohen me grupin e protestës për të kërkuar të gjithë së bashku të drejtën e tyre të mohuar. Në fytyrat e tyre nuk shikon vetëm lodhje për shkak të punës, por dhe zhgënim për një problem që nuk po zgjidhet. Dhjetorin, kujt i majti 70, kujt 40, kujt 50 që kjo ngrat të gjitha të fëli, se tha nuk ko ta mu pagu. Hajt, hini janari. Erdhi janari, mori lek, hiku kret. Se ka shkoj? Pra italiani ju ka thënë që ja kam dhënë lek? Italiani po, ja ka dhënë lek të blerimit. Blerimi mori lek të një hiku, tha, o blerim kuj qove lek? Jo tërma, jo tërposht, se ka i ka qoj dinaj. 570 kom të janarit, plus 70 qetë dhjetori, kurse këto i kanë gjitha. Në kushtet ku nuk po merrnin asnjë zgjidhje nga pronari, punëtorët trokitën në dyert të shtetit me shpresën se do të gjenin mbështetjen e tyre. Shku me denancum ke inspektoriat i punës në Durrës. Një muj e gjys në lenë ato, në këtë një përgjigje, ato su një dhash du, unë shkova vetë atje. Thash si është halli, thash se na jemi me lek bërç, thash se kimi 7 vetë me një rëg. Na tha qatë shpun si kimi, tha Bleri ka thonë kur të bëjt fitë gjigjin, se qatë gjigjit dhe Bleri na nuk e dim. Na du lek, na me qatë rëg, majmë kalamaj. Në përgjigjen zyrtare drejtuar punonjësve, Inspektoriati i punës në Durrës rëndit shkelje të një pasnjëshme të pronarit Blerim Hajdinolli, që nga mospajisja e punëtorëve me kontrata pune, mosdhënia e pagesës së muajit dhe deri tek mosderdhja e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore, të denoncuara dhe më lart nga zonjat. Por vetëm kaq. Duket se ky institucion shtetëror është i pafuqishëm përballë palishmërisë së pronarëve, ndërsa ata që vuajnë janë gjithmonë punëtorët. Na ka dalë shpirti të punu, sidomos muaj janare, muaj dhjetor na ka dalë shpirti. Keni punu jashtë orarit? Jashtë orarit, tomre në orarit, ti kemi bë gjitha, mo lek smonëm. Ne dum lekët. Kam 550 plus 40 që në muj tjetër. Kam punu me shpirt një në hekër të këput në kurriza ty me kraj, mos ma lekët, njëni thotë e ka fajnë ky, tjetëri s'mi ka dhonë ky, tjetëri thotë ja kam dhonë, nxirr letrat. Ne punëtor shkret, presim për lek s'ka. Unë kam 520, me gjithë 2 ditën e dhjetorit, festën, se s'na kanë dhënë. Kom një muj timin edhe nosën e kom pas në punë, i thonë kë 750.000 lekë. E kemi marrë në telefon, mi mundu që ta zgjidhim me mirë kuptim. Ai fillon të çeshit në telefon, nuk po e bon gale fare, se ne popull i thjesht jemi, kështu kemi përfunduar gjithmonë. Po tjetër për me marr lekë ashtu
nuk kam çe të fus familjen sherr, se të se ne vinë na kapin shumë kollaj. Policia, ato si kapin, si janë biznesmena, po ne këtë kollaj një gjatë bëjmë, ne flakmin rrugë. Unë dal në pension të shinë ndar, po të shi unë ha çdo muj, nuk ha janorin presun kur plero mos thesin. Nga puna ke të shenjën të dorë apo? O, djeg në hekrit, s'bëhet fjalë. E mos me dhonë mundin është... Kam të 560.000 lekë. Tani të mos marrësh lekët e tua, të vish të punosh këtu të dijesh në avullin e hekur e mos japin lekët është një çike rend. Punove, paguaje punëtorin, kaq. 25 pantallona në orë, përveç proceseve të tjera. Të heqim, mbledhim, ka shumë procese hekuri. Ne kërkojmë drejtën tonë, kërkojmë mundin tonë, kërkojmë drejtën tonë, sepse kemi punu jashtë mose. Punem hekrit, me 2100 e kam orën, e 200 palje kam bo për 8 orë, nuk të vlerësojnë fare si punëtore. Lekë pa dhonët herë qa, s'kena si lojt mirë me të firmë, nuk dim gjë. Me pak fjali, të këtyre zonjave dhe zotrinjve të fasonerisë, kuptojnë vështirësitë e lodhjen deri në stërmundim me të cilën përballen çdo ditë, por një rrogë që nuk po u jepet. Ndaj pasi dëgjuam rrëfimet e tyre, u nisëm së bashku drejt Sukthit. Me shpresën që do ta gjejmë në shtëpi zotin Bleri, dikush ka 500.000 lekë, dikush 700.000 lekë për të marrë, për mbi gjitha është lekë djerse dhe lekë gjaku, një punë shumë të lodhshme që ato kanë kryer. Me të mbërritur, punojësin mblidhen të gjithë përpara banesës, duke thirrur e duke i rënë portës, derisa pak çaste më vonë. Nëse do t'i kishim punën Terezi, ta siguroj që asnjëra nga këto këtu nuk do kishte dalë në mëngjes dhe për të shkuar me punë në fabrikë. Kjo kishte net në shtëpitë vet, ajo kishte net me fëmijët e vet, tjetra kishte net me nipat e vet, secila kishte pa jetën e vet. Të kanë marrë në punë sepse kanë nevojë për lek. Mund, qofse nuk më pagun faturën denin faktor, u s'kam si t'ja jap. Ai thot va kumdon në Ke pranuar me gënjën tonë që e ka marrë 18.000 euro ke pranuar me gënjën. Pra ne po them. Si po thon ti? Një minutë pra Një minutë pra se të jemi, a jemi drejt për drejt. Çfarë ka po? As ta intereson E Lero ti kur erdha ditë ti the që mu mi ka dhënë 18.000 euro, po mi ka Mi majti banka. Ai 18.000 euro që ty ta ka bllokuar banka se ke qenë ti debitor, është faji dhe përgjegjësia jotja. Po banka për sigurimin shoqëror. Që duheshin paguar me kohë, por që nuk ishin paguar me kohë. E jo për fajin e punëtorëve. Thaj ma futi pra, ma futi tha. Ta futi italiani, po çati bëjmë italianit nëse ta futi ty. Po e hajnë gjitha këto tani. Ja ka fut, lekë të rrogëve ja ka dhënë. 32.000 pal pantallona për një muj. Katër punëtorë të hekurit. Po në një muj du lekun tim, ç'ke shtëpi me rahat. Nuk më intereson çka ka ti me Giuseppen. Që duhet mos ka bëu kimi Giuseppen. Nuk më intereson se çka ka bëu ti me Giuseppen. Ne dum lekun tonë. Zotri, unë lekët këtyre do t'ja jap një me një. Po kjo mund të më vënoj pak me mund të vënojë. Ne nuk presim. Janë gjitha allergji. Po ku të gjej? Shes gjak tash unë, ç'të bëj? Shumë intereson. Shes gjakun. Po siç kanë bërë këto punë, edhe ti si përmarrën, tu t'i ofrosh zgjidhje. Për gjitha këto kam gjithë për gjithë respekt. Edhe këto kanë për mua respekt. Po respekti është i pagush. Kemi fjalë burrash? Për 12 ditë kanë lekët? Me 99% po. Urojmë që Blerimi ta mbaj fjalën dhe ne të mos kemi më nevojë të udhëtojmë drejt Durrësit për t'i dhënë punëtorëve atë që ju takon. Gjithashtu, shpresojmë që askush të mos ketë më nevojë të thërras gazetarët për probleme të tilla në dukje të vogla, për kaq jetike për një komunitet të tërë.